Me edukimin, me një thirrje zotriu që disa sende pëlqeva, po thirrje bëneni sa ma shumë. Çfarë thirrje është që sot edhe ju drejtoj nonave që e ndiva këtu komentin që bin 12-13 vjetë vajzat e veta për ndërhyrje estetike, edhe një non që bjen vajzën 12-13 vjetë për ndërhyrje që vajza as nuk orit, ku shkon edukimi fëmijëve tonë, si prind, na. Në fakt, do është ta mund të lidhë tonë vetë kom pas raste që kam pru, prind. Qato, mirë po që se unë kisha qenë e pajtimit, normal që i shkryja i një këtem. Mirë po në momentin kur fëmijën e sjell nana vetë edhe don me pas një komunikim me ty, mënyrë që unë ta bindi fëmijën e saj, sepse po, normal kur është një profesionist, or pak më ndryshe, dhe ja tregon ashtu ato dizavantazhet, rreziqet që munden me dot, me një herë stepen, një hap mrapa. Po ka edhe që nuk stepen, jo, kanë edhe që nuk stepen, se jo veç fushën e bukurisë, po fushën edhe veshjes. Sune kom kolegim që burin e ka për shembull dhe përshëndes në qoftë se na shikon që ka burin e profesor në një shkollë, në Pej, dhe i vinë vajzat vinë në shkollë gjysëm lakuriq. Dhe aje i thot shkoveshu, edhe thirr prindin, vjen nona e thot unë e kom desht, ti s'ki qka me më desh vajzën. E vajza ka 2-13 vjetë, atëre ajo nona, mu po mduke këtu munges edukimit një gjenerate mesme, ase mesme nuk është, dikun 35-40 vjetë, që nuk dia ka bo lufta edhe në diçka si, po thomë si qeni, kur zgjidhet prej zinxhirin edhe shkon ku do edhe kap qka do, apo koha tranzicionit që faktikisht një generato mbet si ma pak edukum për vlera njerëzore, jetësore, shëndetit, edhe pse aq shumë investime, aq shumë në dukje, në fryrje, edhe unë e masi merë me wellness, me shëndetin, sepse dikuri isha një grue smut, pavarësisht edhe ceka edhe gjenetike, në gjenetika është në